Drejtuesi politik i Qarkut Shkodër për Partinë Socialiste Benet Beci ka publikuar 11 emrat që do të jenë pjesë e garës për deputet të Qarkut Shkodër. E para në listë është Mariana Koçeku. Mariana ka qenë pjesë e platformës deputet që duam, është një vajzë, është një krijuese dhe menaxhuese një prej agroturizmave të famshëm dhe të njohura në vend, Onid Beleri. Onidi është një profesionist i përkushtuar me eksperiencë në fushën e inxhinierisë, është inxhinier, ka bashkëpunuar në 2 vjet e fundit shumë me mua në rolin e kryetarit të bashkisë në Shkodër, e njoh prej kohësh për arsye se ka qenë dhe një nga inxhinierët që ka realizuar shumë projekte me donatorët të infrastrukturës në të gjithë vendin dhe sigurisht në veri më shumë. Gjenis Qela ka studiuar në marrëdhëniet për ndërkombëtare dhe në shkencat politike, aktualisht është menaxhere në sektorin e turizmit dhe të medjave. I 4 në listën e mbyllur të Shkodrës është Bujar Rexha. Bujari përfaqëson komunitetin e Maltësisë Madhe, do thoja brenda vendit dhe jashtë vendit. Për deputeten aktuale Duna Bilali është rezervuar numri 5 në listën e hapur të Partisë Socialiste. Jashtë listës fituese është edhe deputeti Frog Gjini. Lista vijon me biznesmenin nga Malësia e Madhe Enertil Canaj, Ervin Doda dhe mjekja Holta Duda. Pjesë e garës në listën e hapur të PS-s do të jetë edhe drejtuesi UCL SHA Shkodër Besmir Lesha, por edhe kreu i transportit rrugor në Shkodër Marian Dërshtiçaj. Në garë janë edhe Vera Ndreca, mjekja Kejsi Spahia, ish drejtuesi ARSH Shkodër Shkëlqim Sterkaj dhe Adnan Shullani.